Miqtë Prizmus, polemika e fundit e Edi Ramës është me Nigel Farage. Nigel Farage është njeriu I cili arriti të bënte Brexit, ai që donte edhe që ta mbante brenda, po edhe që ta nxirrte jashtë, po që në fakt e nxori jashtë. Fitoria më e madhe ishte nxjerrja jashtë e fitore, thojza, nxjerrja jashtë e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Është mirë apo keq tash këtë e din ata, nuk është se ka një problem, po mund të jetohet edhe pa Bashkimin Evropian, ashtu si kundër jetohet keq edhe pa dhe me Bashkimin Evropian. Po çfarë si ka? Një nga akuzat që I ka bërë Edi Ramës është duke e konsideruar njeriu e lartë, gjatë, edhe për trupin, por edhe për vendin e vogël që I ka. I thotë që shiko 1 ndër 50 shqiptarësh në burgjet britanike, kështu që merrje çojnë në vendin. Sigurisht është një e djathtë edhe mase mund të ketë drejt edhe ta thotë, po përgjigja e Edi Ramës, me që polemika lini nga që ai refuzon të marrë për vendet e treta, duke refuzuar qeverinë e majtë, miket të tij, ishte e qartë që I thotë në qoftë se është e vërtet kjo që thoni, po unë angazhohem. Por më duket sikur këto statistika dhe këto element I keni gabim, I keni të shpikura në bazë të vendimeve tipike dhe mendimeve britanike tipike që sa më të madhe ta bë skandalin, aq më e besueshëm bëhet. Britanikët kanë shkuar në këtë lojë marrëzie, jo vetëm thjesht mediatike, po politike. Sa më budallëk ta thuash, I ngjajnë pak ose ka mësuar edhe Berisha këtu. Sa më tepër ta frysh edhe ta zmadhosh marrëzinë që flet, aq më I madh është rreziku dhe aq më tepër ka mundësi që një pjesë e idiotizmit të opinionit publik britanik të ndikohet nga ai. Është tipike kjo britanike, angleze po themi. Nëse është kështu, unë impenjohem që ti marr, pa nëse nuk është kështu, nuk është se kemi gjë me ty, përgjigjet Rama, por të ftoj të vish, ta shikosh atë vend, të jetosh, të marrësh pak diell, se ndoshta jo mungon dielli, nuk I bjen dielli në kry. Nuk shihni mirë në momente që ka diell, ose ndoshta shihni më mirë, por mase nuk I dalloni ngjyrat. Por këtu do I dallosh, këtu do të ndjehesh më mirë dhe pastaj, nëse ndjehesh mirë dhe je I ftuar im, sigurisht. Në momentet e tjera kur miqtë tuaj thonë flasin keq për Shqipërinë, duhet të thosh ja mos flitni më. Sepse do dallosh që nuk ta kanë fajin shqiptarët. Edhe ky ishte ai momenti I përballjes midis njërit edhe tjetrit. Problemi nuk është këtu, problemi është I marrëzisë jashtëzakonshme që kanë britanikët në mos zgjidhjen e problemeve me emigracionin. Me marrjen fund të Britanisë, ata kujtojnë se mund ta rregullojnë si e majta dhe e djatha politike në Britani. Britania ka vdekur se ekzistuari si kolonializëm para disa dekadave, ka vdekur si produkt industrial dhe po themi fuqi e madhe ekonomike para disa dekadave të tjera, dhe tani ka vdekur si nostalgji mbretërore edhe kulturore edhe ku diun, si t'ju them tash, trashëgimnie, sepse jo vetëm që ka ndryshuar mënyrën e jetesës me emigracionin e madh që ka, me pranimin e gjithë atyre të kolonializuarve dikur, siç janë indian, pakistanezë etj, po dhe normalisht të tjerëve që kanë tentuar ishullin britanik. Nuk është më Britani. Normalisht nuk është më as raca, nuk është më as koncepti, nuk është më as religioni, përkundrazi, është një religion tjetër. Janë 8 bashki të mëdha që kanë kryebashkiakët I kanë musliman edhe nuk I kanë as britanik, nuk I kanë as disa edhe jo të lindur në Britani. Kështu që ka ndryshuar, po ka ndryshuar për keq. Ka ndryshuar jo se është bërë një shtet I kontrollueshëm, është bërë I pa kontrollueshëm, jo se është bërë më I pastër, është bërë më I pist. Jo se është bërë më me standarde, I kanë rënë standardi. Jo se I ka shkollat më të mira, I ka shkollat shumë më të këqija. Jo se I ka spitalet më të mira, I ka spitalet akoma edhe më të këqija se shumë vende përreth tij. Bie fjala se Polonia, se Franca që është përfaqe të zezë për vete, ose kurse si Gjermania.
Jo se ka kulturën dhe është kulturalisht më mirë, është më keq tash. Dhe jo se është realisht vendi për të dhënë leksione në trajtimin e emigracionit edhe në përgjithësi të një jete të mirë, të benesës, mirëqenies, sepse sigurisht e ka shkatruar atë. Ka shkatruar edhe zyrat edhe njëkohësisht ka shkatruar edhe mënyrën e jetesës tyre. Tash ka një mënyrë tjetër jetese, e cila sigurisht nga ky Nigel i famshëm, fajin e pas kanë shqiptarët. Këtu është problemi. Këtu e kanë Menderjush e kanë dhjerë dhe tash kujtojnë se e rregullojnë me shqiptarët. Në të vërtet, ai vend ka shkuar për lesh dhe sigurisht ata që më dëgjojnë mua thonë ky e ka luajtur mendsh, jo, unë nuk kam luajtur mendsh, por ai vend ka kry punë për sa i përket qenies Britani e Madhe. Britania mund të jetë, po do një mrapa shtesë tjetër. Ose Britani, po, me indian, me pakistanez edhe me, nuk e di, me afganas ose jemenit, ku diun me element të tillë. Por jo Britani, e cila dikur shite mend edhe bëhet sigurisht një metër nën Zotin. Dakord, miqtë e mi, për i mobet e kot. Kanë humbur betejën me emigracionin, kanë bërë zgjidhje të këqija, kanë qenë pa drejt, po paguajnë kolonizatorët e dikurshëm dhe mirë të bëhet. Po fajin nuk ja kanë shqiptarët. Dakord, as Edi Rama nuk ja ka fajin. Bile nuk ja kanë fajin as indianët, as pakistanezët, as ata që kanë ardhur aty. E kanë fajin vetë. E sidomos këta tipat si ky Nigel.